Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Emisioni mbrëmjes sotme është i ndarë në 3 pjesë. Në pjesën e parë do të flasim për ngjarjet e aktualitetit, ku më kryesore do të jetë dosja Veliaj e kësaj pjese, i cili mbushi këtë ditë plot një vit në burg. Do të flasim gjithashtu për Akshin dhe për ministren Diella, që mund të mbetet pa imazh, pasi qeveria është paditur nga aktori Anila Bisha. Dhe për shembull mund të dalë aty vetëm, nuk e di kush do dalë tani, ose do gjendet një tjetër. Po, s'ka gjë që të mos gjendet në vendin ku jetojmë. Letër me kokën minjan sa të gjejmë një tjetër. Ose pa kokë. Në pjesën e dytë do të flasim për atë që po ndodh me ish-krerët e ushqimtarët të Kosovës dhe dënimin kapital që ka kërkuar prokuroria, që nuk ka ndonjë ndryshim nga burgimi i përjetshëm. Është një lloj si ti kenë dënuar me burgim të përjetshëm, duke kthyer kështu viktimën në kriminal, dhe kriminalet e vërtetë, njerëzit që bën genocidin, janë tani pa asnjë goditje, pas një, po dhe pak vetë e ndërtuan këtë skema njerëzit e UÇK-s. Qeveria, Thaçi, edhe në pjesën e dytë thash, në pjesën e dytë e tham këtë, në pjesën e tretë ne do të flasim për revoltën e opozitës, si mbaroi në datën 10 korrik, domethënë, kjo revoltë. Nuk e rrezoi Ramën, nuk u rrezua këtë radhë në datën 10, po ndoshta do të mund rrezohet në datën 20, se do ketë prapë përsëri dhe do jetë kryengritje shumë e madhe, tha, me sa dëgjuam, tha doktori sot, pano. Edhe kështu që do të kemi këtë pjesë patjetër. Aty do të shohim gjëra gjatë, çfarë ndodhi dhe qysh tek dhe ç'do të ndodhë më vonë. Për pjesën e parë unë kam zonjën Klodiana Lala dhe Ola Xama, faleminderit shumë. Që them ofiqet që keni detyrat që keni apo nuk ka nevojë. Vim me sparitave. Alban Duraj, avokat. Faleminderit Alban. Kënaqësi që erdhe dhe do të flasim për pjesën e parë, pastaj ti do të largohesh dhe Ferdinand Dervishi, është një gazetar i unik që punon këtu, do të merret me punë që ne flasim ditë natë, kupton. Zoti Panasoko, faleminderit shumë. Ndërqofsh. Kënaqësi. Dhe Ferdinand Dervishi që thash që do të vi pasi Albani të mos të largohet. Pas pjesës parë. Tani, Veliaj në burg, dosja shkon për gjykim. Erion Veliaj ka qëndruar në qeli për një vit dhe më në fund dosja ti ka vajtur për gjykim pas shumë shtyrjeve. Zonja Lala qetësisht, saktësisht, të thjeshtësisht popullatës i spjegon se çfarë ka ndodhur konkretisht. Tani, gjykata e posaçme vendosi të kaloj për gjykim dosje penale ndaj kryetarit Bashkisë Tiranës zotit Veliaj dhe 29 panderhurve të tjerë, të cilët janë individ, pra janë shtetas përfshirë bashorten e tij dhe ish deputetin e Partisë Socialiste Klotilda Bushka, po ashtu janë organizata jo fitimprurse dhe kompani të ndryshme, të cilat sipas pak janë të kontrolluara në mënyrë të direkte apo të tërthort nga bashkëshortja e zotit Veliaj, Ajola Xoxa. Ne dim që dosja penale ndaj zotit Veliaj u dërgua për gjykim në gjykatën e posaçme në muajin shtator të vitit 2025, sipas ligjit që ka mbi cilin funksionon gjykata e posaçme duhet që të ketë maksimumi 1 muaj në seancë paraprake që të vendoset për kalimin ose jo për gjykim. Në fakt, për gjatë 4 muajve, zoti Veliaj ka bërë disa herë, nëse mund ta quaj kështu ping-pong me avokatët e tij. Ai kishte fillimisht 2 avokatë të zgjedhur me prokuror që ta përfaqësonin në proces. Në momentin që nisi seanca në gjykatën e posaçme, seanca paraprake po flas, ai vendosi të largonte 2 avokatët dhe caktonte një avokat tjetër me prokuror. Gjykata i dha kohë avokatit të zgjedhur nga zoti Veliaj me qëllim që të paraqiste gjitha argumentat e mbrojtjes dhe të sillte provat me cilët ai pretendonte pushimin e dosjes penale dhe akuzave penale, dhe në momentin që zoti Artan Gjermeni do duhet të paraqiste konkluzionet, çfarë bëri zoti Veliaj? E revokoi këtë avokat dhe gjykata u detyrua që të caktonte kryesisht avokaten e shtetit Valentina Teodorescu. Teodorescu gjithmonë i bie kjo, edhe doktorit Teodorescu i kishte rënë.
Është avokate kryesisht. Është kryesisht kjo, apo ka dhe tjera dhe i bie? Është në listën avokatëve kryesisht dhe gjykatësit zgjedhin të caktojnë për çështjet cilat mbeten pa mbrojtës, të caktojnë një avokat kryesisht. Në rastin konkret, zgjodhën zonjën Teodorescu, e cila duke qenë se nuk ishte qenë asnjëherë më parë në këtë çështje, kërkoi kohë të takohej për të njohur me dosjen, por nga ana tjetër kërkoi kohë të takohej ose më saktë leje për të takuar me zotin Veliaj në paraburgimin e Durrësit. Po e pranoi zotin Veliaj? Pati një takim me to, po ajo ngriti një pretendim për shkak të pamundësisë ekonomike për të paguar taksin më shumë se sa ja lejonte koha, duke që Sharaka në pamet parë, po kjo është ajo çfarë ndodhi në seancë, tha që kërkonte një mundësi nga gjykata që të kishte konsult më të gjatë me zotin Veliaj për shkak të kompleksitetit të dosjes. Dhe nuk vinte dot se s'kishte taksi? Sepse tha që unë nuk ka mundësi për të paguar taksi që taksia të më pres në paraburgim, nuk ka mundësi të tjera për të udhëtuar në drejtim të paraburgimit, ka gjithë drejtën e vetë zonja Teodorescu të rritë pretendimet, sepse në fund fare ajo arsyetonte që nuk ishte patur kohën e nevojshme për ta shqyrtuar dhe për ta diskutuar këtë çështje me zotin Veliaj. Avokati Artan Gjermeni kërkoi nga ana tjetër që të gjente nga gjykata e njëjta zgjidhje siç u gjet me ish-ministrin e shëndetësisë që merret nga paraburgimi, dërgohet në gjykatë dhe studion dosje gjatë gjithë ditës në gjykatë dhe rikthehet prapë në paraburgim. Kjo nuk u dha mundësi gjykatësja e posaçme Tleva Deda e konsideroi që fakti që zoti Veliaj ka ndruar në mënyrë të përsëritur avokat dhe e konsideroi këtë në një farë mënyrë si një sfidim të drejtësisë, vendosi ta përmbyll shqyrtimin gjyqësor dhe të kaloj për gjykim dosjen me të gjitha atë akuzat penale që rëndojnë mbi zotin Veliaj. 13 akuza penale në total, 9 prej cilave episode për korrupsion. Nga të dhënat që rezultojnë në dosje, sipas prokurorisë posaçme, zoti Veliaj ka krijuar në bashkëpunim me bashkëshorten e tij dhe biznesmenin Elbana Bule, një skem komplekse të pastrimit të parave, por edhe të korrupsionit, përmes favoreve në cilësinë e kryetarit të bashkisë, që u ka bërë biznesmenëve të ndryshëm, këta të fundit kanë injektuar me para kompanit ose OJF-t, cilat kontrollohen në mënyrë drejt për drejt ose të rrethort nga zonja Xoza. Pra, kjo është pak a shumë fabula. Zoti Veliaj gjatë gjithë kësaj kohe ka pretenduar që është mohuar e drejta për një mbrojtje efektive, pavarësisht se prokurorët kanë sqaruar dhe një moment që zoti Veliaj ka dhe 2 studie të huaja avokatore, të cilat i ka pajtuar për të bërë mbrojtjen e tij, qoftë edhe sa i përket imazhit të kryetarit të bashkisë e tjera me radhë, por tashmë është fakt që zoti Veliaj shkon për gjykim në themel dhe do të ketë përballje për akuzat penale që rëndojnë mbi të. Pra, kjo është gjithë çfarë ka ndodhur. Ama ka 2 momente. Kam një kritik të ashpër për gjykatën e posaçme, sepse në çështje të ndryshme kanë pajtur standarde të ndryshme, ka patur debate nga disa prej të pandehurve kryesor që janë kryesisht zyrtarë të lartë, sepse njerëzit e krimit të organizuar nuk e kanë ngritur këtë pretendim, të cilët thonë që prokuroria, por më pas edhe gjykata, nuk na ka vënë në dispozicion aktet e dosjes në formë të printuar. Dhe duke qenë se ne nuk kemi mundësinë për të patur një laptop në paraburgim, normalisht nuk mund të kemi një mbrojtje efektive në favorin e tyre. Kështu që, duke qenë se kanë patur standarde të ndryshme, mendoj që gjykata duhet të unifikojë një praktikë dhe të sqarojë një herë mirë sa i përket mënyrës se si të pandehurit mund të njihen me dosjen e tyre penale. Ndërkohë që sa i përket zvarritjeve, unë e kam parë si një strategji të zotit Veliaj që ta shtynte sa më shumë. Pra, që të mbetemi. Ky është zvarritje, domethënë është duket një gjë shumë, domethënë kjo taksi që tregove ti gjithë parat që mungojnë për Po mirë, unë tregova shumë korrekte me faktet, sepse duket sa që Sharake, domethënë nuk po të akuzoj ty, po të Jo, po dhe unë do ta sjell për opinionin publik. Duket sikur, domethënë sikur kjo është një vrapim i gjatë që do të mbaroj kur. Tani, zoti Rakipi, ka një problem shumë të madh. Ligji parashikon që seanca paraprake që vlerëson kalimin ose jo të dosjes për gjykim nuk duhet kalojë afatin 1 mujor. Në të gjitha rastet ku janë gjykuar ose ka pasur, domethënë, vlerësime pra seancat paraprake për zyrtar të lartë, si për zotin Beqaj, si për zotin Meta, si zotin Veliaj etj me radhë, kanë marrë një kohë shumë të gjatë. Zoti Veliaj ka qëndruar në seancë paraprake. Ideja juaj është bërë me qëllim. Unë mendoj që ka patur një tentativë të zotit Veliaj dhe dyshoj këtë gjë për shkak sa i ka revokuar. Ka përfunduar tani në avokat me kryesisht. Kryesisht. Pra ka revokuar të gjitha avokatët që i pajtonte me prokur, më pas një moment caktuar i revokonte dhe ka të drejtën ligjore që i pandehur të revokoj, por nga ana tjetër ka shkuar deri tek një avokat kryesisht. Dhe ky është, domethënë, prandaj unë sqarova historinë e zonjës Teodorescu, që ajo ka gjithë drejtën e vet ta bëjë një gjë të tillë, ama është një kryetar bashkie i cili është duke u mbrojtur aktualisht. Nuk po e diskutoj fare, nuk po e shikoj në këtë rrafsh. Zoti Rakipi, nuk po e shikoj fare në këtë rrafsh. Unë po them që një kryetar bashkie
ka kërkuar mbrojtje nga shteti. Pra, sot, qytetarë shqiptarë janë duke i paguar edhe avokatin e Erion Veliajt, sepse avokatën në fjalë nuk e paguan zoti Veliaj, paguhet nga taksat tona. Po që ndolën shumë fjalë që ka avokat amerikane kështu. Po ka avokat, janë dy studi avokatore të cilat reaguan. Përse zgjodhi një avokat kryesisht kur kishte mundësi që të... Ndaj unë shikoj Ola... Ta pyesim edhe një avokatin, avokatin e kam thirrur... procesit, parë në këtë këndvështrim, dhe fakti që zoti Veliaj njërazi ka 2 kompanit njohura ndërkombëtare, avokatie që e mbrojnë për imanin e tij, po reaguan zyrtarisht në datën 10 të shkurt, që u bë edhe një vit nga arrestimi i zotit Veliaj. Ata reaguan dhe pretenduan që është një përndjekje të pyesim avokat, zoti Dure tani, ç'mendon ti, pse kjo zgjatje ka qenë madhe dhe do me thënë të mbrihet deri te që të do mbrojë tani zonja Teodorescu? Së pari, unë ndaj një mendim ndryshe nga zonja Lala. Për këtë shkak kanë tirë? Për shkak të marrim nga fundi, lidhur me afatet, është e vërtet që këtu janë shkelur afatet, por në raport edhe me çështjet e tjera, sepse nuk është vetëm ky rast i zotit Veliaj, po proceset nuk, apo më saktë, afatet cilat janë përcaktuar në kodin e procedurës penale, nuk zbatohen në mënyrë strikt nga gjykata dhe konkretisht edhe nga gjykata e posaçme. Kjo vjen për shkak të ngarkesës, vjen për shkak edhe të mungesës së njërë të prokurorit apo të palëve të cilët janë në proces dhe gjykata nuk është... Çfarë thash unë, zoti Dura? Gjykata... Se unë thash përgjithsisht në rastet kur janë gjykuar zyrtarë të lartë, ka patur një kohë të gjatë ose një zvarritje të proceseve, dhe ku ishte kundërshtia juaj se po thoni të njëjtën gjë në thelb? Jo, gjykata vetë është e ngarkuar dhe nuk është çështja që... Tani fare, nëse një i pandehur ndron avokat çdo 3 ditë, edhe sjell një të ri dhe i riu kërkon kohë, edhe më pas shkohet në një avokat kryesisht, patjetër që... Po përderisa nuk e njohur me aktet si do... Po nga e dini që nuk është njohur me aktet, se kjo është një pretendim. Gjykata tha një gjë krejt të ndryshme nga kjo që ju pretendoni. Gjykata i ka mohuar të drejtën primare apo kryesori që ka i pandehur, se zoti Veliaj ka pasur 2 avokat. Garantimi i procesit të rregull ligjor. Zoti Veliaj ka pasur 2 avokat. Se është zoti Veliaj në proces apo është qytetari i thjeshtë. Si e po flisni? Jo, avokat po si mendon ai si avokat, se kam thirrur si... Apo po mendoni si avokat? Si kam ardhur në... Atër si keni ftuar ju... Dhe kam bërë me shumë sasi... Si kam folur aty, si avokati... Po të pyes... Unë të kam thirrur si avokat... Pyetja Ke një këtë çështje kaq. Më vjen shumë keq se ju më keni ftuar 2-3 herë. Absolutisht, dhe do të ftoj prapë. Ore, po të pyes, atëherë po të pyes, sepse atëherë. Nuk vi as si avokati zoti Veliaj. Po të lutem, pyetja ime s'ka këtë kontekst. Atëherë, unë po të pyes, ju nga e dini që janë mohuar të drejtat, se këtë doja të kuptoja, pra duke qenë se nuk jeni pjesë e procesit. procesit. Ju keni raportuar vetëm. Po e thash është një pretendim. Pra i keni raportuar, ne çka kemi parë në media. Në media kemi parë raportimet tuaja dhe kolegëve tuaj, kemi parë intervistën e zotit Gjermeni që ka qenë 2-3 herë i ftuar, më duket në News 24, kemi parë reagimin publik të zotit Veliaj. Pra, kemi 3 raportime, kemi dhe dosjen që ka dalë vendimi gjykatës lidhur me masën e sigurimit personal. Pra, po është pretendimi zotit Veliaj. Pra, zotit Veliaj, të lutem, zotit Veliaj, po të lutem mos nxito për ta marrë fjalën pa e kuptuar. Zoti Veliaj ka pretenduar që më është mohuar e drejta për një mbrojtje efektive. Gjykata ka thënë të kundërtën. Këto po të pyes si jurist, ma shpjego. Gjykata thotë që zoti Veliaj ka sfiduar drejtësinë, unë e dërgoj për gjykim këtë çështje. Kërkesës së zotit Veliaj lidhur me vënien në dispozicion të akteve. Gjykata ja ka vënë në dispozicion akte. Gjykata pretendon që e ka bërë, e ka shpallur me vendim kalimin për gjykim. Me çfarë ja ka bërë? E vlerëson një gjykatë më e lartë. Pra, ja ka dhënë avokatit. Prandaj duhen avokatët e zotit Veliaj ta sqarojnë publikisht këtë moment. Si gazetari, se ke qenë aty, të investigon. Dhe unë ju sqarova. Si ja ka vënë? Jo, kush e tha që ka vënë? Këtu shkelit në një gjarë që konvenë se nuk janë për ditave njeriu. Gjykata thotë që pra, i pandehuri ka të drejt që të njifet me aktet dhe ka të drejt që të japi të komunikoj me avokatin. Është një drejt themelore që është e përcaktuar në Konventa Europiane e Drejtave Njeriut, që ku mbaron diskutimi. Ku mbaron diskutimi? Nuk mbaron fare diskutimi. Erion Veliaj është një pandehur si gjithë tjerët, nuk ka avokat. Kush e tha që s'po respektohen procedurat? Se këtë debate kam gjithmonë me avokatët, pse nuk po respektohen procedurat? Nuk ishte avokati caktoi shteti që po ja paguajmë Erion Veliajt. Unë edhe ju bashkë, po ja paguam nese nga taksat tona, paguhet Valentina Teodorescu.
është një avokate, po paguhet në dispozicion aktet. Po nga e dini ju Valentina pra, se prandaj ju Teodorescu. pyeta pak më herët, nga e dini ju që s'janë vërë aktet në dispozicion. Po ju keni raportuar, më, media ka raportuar. Cilat media, se ju po Si mbretësh media, mua. ja ju konkretisht. Atëherë, ka Po, një sa po e pretendim tha? të zotit Veliaj, Po. dhe ky ngelet vetëm pretendimi pa provuar. Si Këtë pretendim? përpiqem të sqaroj. Dhe ju s'doni Po ta kuptoni. gjykata çka ka thënë? Dhe gjykata ta ka dhënë vendimin, pra ta ka dërguar çështjen për gjykim çka ka sepse thënë konsideron gjykata, hetimin në të plot. vendimarrje? Gjykata ka thënë që ta kanë dhënë Dhe në gjykata USB. po, gjykata ka Po. thënë unë ti kam vënë konform procedurës Po, me dokumentat në USB, po pse dispozicion. kështu procedura? Ta zgjidhi gjykata, unë po them gjykata ka arritur në flasim nga ana konkluzionin. procedurale. Atëherë gjykata ka arritur në konkluzionin që Rion Veliaj i ka fituar të gjitha të drejtat ligjore dhe janë zbatuar të gjitha procedurat dhe i është dhënë mundësia për një mbrojtje efektive. Këtë thot gjykata. Ka apo s'ka të drejtë ta zgjidhni një gjykatë me lartë. Pra për të po diskutojmë. Avokat, okej. Kryebashkiaku pretendon se të drejtat e tij po shkelen. Konkretisht cilat janë pretendimet e Veliajt me ç'keni parë dhe dëgjuar ju? Ju sjeni avokati ti drejt për drejt. Nuk ka rëndësi për thelbin e procesit. Pra ne nuk po gjykojmë që ai është i fajshëm, është i pa. Jo. Cilat janë pretendimet e tij? Pra, jo zoti Veliaj, por çdo qytetar ka të drejtë. Çdo kush, padyshim. Çdo kush, nuk ka rëndësi se është zoti Veliaj, nesër mund të jemi edhe ndonjëri nga ne këtu, si dihet jetës. Ideja është që duhet të respektuar e drejta themelore që përcaktojnë kanoni 6 i Konvencionit Evropian i Drejtave të Njeriut, që thotë çdo qytetar apo çdo i pandehur ka të drejtë që të ketë një proces të rregullt ligjor. Ku konsiston procesi i rregullt ligjor? Konsiston nga të drejtat e tij, pra duhet të njihet me akuzat, gjë që janë bërë sepse i është komunikuar akuzat dhe e ka marrë dieni. Së pari duhet i vjen në dispozicion aktet, pra aktet i vjen edhe të pandehurit, por edhe mbrojtësit të tij. Ai pretendon që nuk janë vend. Pra, po ka ndonjë pretë ndryshme në gjykatë. Pretendimi, zoti Rakiti. Ja ta mbaroj avokati. Pretendimi është që avokati, pra çka ka deklaruar zoti Gjermeni që kemi parë në News 24. Ai ka pretenduar që ne kemi marrë aktet, pra i kemi marrë me një USB. Pra prokuroria por nuk i kthejmë dot në momentin letër. Jo, ne i kemi marrë këto si akte, por duhet që të vjen këto akte në dispozicion të pandehurit. Veliaj. Vin tek aktet, sepse aty aktet janë gati 8000 faqe, se kam ide, nuk e di sa aktesh, sa faqe janë. Këto akte, prokuroria njërë së pari ka të drejtë që t'ja vëri jo me USB, po duhet ja vendosi të printuara dhe me një shkresë zyrtare, sepse mund ndodhi që shumica e provave që mund të jenë depozituar në gjykat, ndoshta nuk janë në USB. Dhe për të patur një inventarizim vetëm një sqarim të akteve dhe të provave, po vrasim avokatin. Mos është kjo një tentativë se përsa ka mbrojtësi e ka ata e kanë mundësinë financiare zoti Veliaj që t'i printojë dhe t'i marrë. Vetëm një sqarim të lutem. Dhe pjesa tjetër. Të marrë avokati akte, nuk për çfarë do marrë avokati. Me sa kemi parë nga deklaratat publike të bëra në rrjetet sociale nga zoti Veliaj, i cili shprehet dhe zotohet që jam duke lexuar akte, pra materiale që ne nuk i kemi parë të jenë te masa e sigurimit personal, që janë aktet, pra që ai ka lexuar dhe është njohur, mos është mbase një tetë. Ola, ja ti bëj vetëm një sqarim avokatit. Nuk e di. Atëherë, zoti nuk e di. Jam të thjesht në funksion të asaj çfarë propon avokati. Zoti Veliaj, të lutem. Ja, ta mbaroj ndryrjen e Olës. Pastaj, po pra pyetjen. Tani lidhur sepse është përgjigjet avokati dhe të ndryr. Zoti Rakivi, është dhe një problem që ne kemi përdit në gjykat, që do të thotë, prokuroria çfarë bën? Në momentin që ne na komunikon akuzën, e çon me njëherë çështjen në gjykat, gjë që nuk pret atë 10 ditorin që ka përcaktuar Kodi i Procedurës Penale, lidhur me qëndrimin që duhet të mbaj pala, lidhur me akuzën dhe me aktet, sepse në momentin që komunikohet akuza, e ka detyrë prokuroria që t'i vëri në dispozicion dhe aktet. Po prokuroria çfarë thotë? I shkon meriti aktet në gjykat, ndërkohë që ka detyrim ligjor. E para, e dyta, afati 10 ditor nuk është respektuar, sepse është çuar kërkesa në gjykat. Po largohesh nga fokusi fare avokat. Në dispozicion këto akte. Së treti, akte duhet të vjen në dispozicion në formën e kërkuar nga ligji. Ta mbaroj avokatit dhe sqaroja. Të inventarizuar dhe me vull, sepse prokuroria ose gjykata, pra në rastin konkret, sepse gjykata prapja u ka dhënë mundësinë me USB palës, pra palës avokatëve të zotit Veliaj, prap me USB.
Koha nuk është e mjaftueshme, sepse një çështje kaq e madhe, që do të thotë me kaq shumë akuza, me kaq shumë pandehur, meriton që të ketë studimin e nevojshëm, qoftë të pandehurit, që nuk e ka këtë mundësi, por edhe vetë të avokatëve. A e kam patur dhe të pandehurit e tjerë të njëjtin pretendime? Atëherë, Ola, nëse më lejon, duke qenë se unë kam marrë Këto sqarimi avokat. Pastaj Zoti Rakipi për ta sqaruar. Për ta sqaruar duke qenë se besoj që në këtë pikë nuk gaboj. Atëherë, në momentin që është dërguar për gjykim dosja penale nga ana e prokurorisë posaçme në gjykat, avokatët e zotit Velia i kanë marrë në administrim të gjitha dosjes, siç e parashikon procedura. Dhe zoti Veliaj për gati 6 ose 7 seanca ka shkuar në proces gjyqësor dhe nuk kanë ngritur asnjë pretendim në lidhje me mosmarrjen e dosjes penale. Madje gjatë këtyre seancave 6 të pandehur të tjerë dhe avokatët e tyre kanë bërë mbrojtjen përpara gjykatës dhe kanë paraqitur të gjithë pretendimet e tyre. Dhe vetëm 2 muaj e gjysmë pasi kishte nisur shqyrtimi i dosjes së seancë paraprake, një ditë të bukur Erion Veliaj është ngritur dhe ka ngritur këtë pretendim lidhje me dosjen. Pra nëse Erion Veliaj, unë ndaj të lutem avokat më ta mbaroj se të lash ti sa të doje. Atëherë, Erion Veliaj e ngriti këtë pretendim në këndvështrimin tim për ta shtyrë ose për ta zvarritur këtë proces, se po të kishte të bënte me dosjen, Erion Veliaj mund ta ngrinte këtë pretendim që në momentin e parë. Patjetër nuk unë po them për favor të vetë. Zoti Rakipi nuk po them ai patjetër që ka të drejtë të ngrejë të gjitha pretendimet e veta. Nga çështjet që kanë ndjekur mund bëj një konstatim ose një analizë. Po të sqaroj, atëherë, përgjithsisht zyrtarët e lartë janë të prirur të pretendojnë shkelje të proceseve sepse janë të interesuar që t'i shfrytëzojnë këto momente për në gjykatën europiane për drejtat e njeriut. Por Erion Veliaj, ndryshe nga Ilir Beqaj, për shkakun që e kanë ngritur këtë pretendim që në momentin e parë, Erion Veliaj nuk e kanë ngritur këtë pretendim. Po të lutem tani më lër ta mbaroj. Po më lër ta mbaroj tani se s'mund të ndërhyj çdo fjali, lër ta mbaroj dhe pastaj argumento. Atëherë Erion Veliaj ka ndërhyr ose më saktë ka ngritur këtë pretendim pasi ishte thuajse gjysma e pandehurve kishin dhënë argumentat e veta. Dhe një ditë të bukur kujtohet dhe thotë se jam njohur me dosjen. Ndaj unë shikoj këtë si një tentativë dhe nuk po ndodh vetëm ato, po ndodh me pjesën ndërmuese zyrtarëve të lartë, të cilët po përpiqen të shtyjnë sa më shumë dhe zvarritjen ta konsiderojnë si një cënim të drejtës për proces të rregullt ligjor. Kaq. Më fal, a ka të drejtë që të njihet i pandehuri me aktet apo jo? Pyetje e parë. Ka drejtë besoj. Ka të drejtë. Ka të drejtë çdo i pandehur. Mund të jetë një person tjetër. Atëherë nuk kundërpërgjigj, më përgjigj pyetjes time. Përse të lutem, pse Erion Veliaj, avokat ma dëgjoj pyetjen se duhet ta dëgjosh pyetjen përgjigjes tamam. Ori zotri, përse Erion Veliaj shkoi 6 seanca radhasi dhe bëri deklaratë që të mbrojë dhe papraninë e vet mor zotri. Tani ka një kontradikt këtu. Në gjithë ato çfarë un kam parë, po çfarë atëherë ka shkuar është një person i përgjegjshëm që ka thënë edhe në mungesën time të vijoj seanca, ka firmosur deklarata. Si ka mundësi që në mes të procesit u zgjua dhe tha nuk jam njohur me dosjen? Sepse ai në momentin e parë që është komunikuar akuza e ka kërkuar dhe ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, nuk është se ka kërkuar. Megjithatë merr intervistën. Se nuk ja vlen debati, nuk ja vlen debati, ka bazuar fare. Atë mendim ka ai. Po të shkojmë pasaj tek rastet e tjera. Pra, po flasim nga ana procedurale. Pastaj më fal, ja një sekond. Çfarë i kushton gjykatës ose prokurorisë që t'ia vërin në dispozicion këto akte? Vlen jo se ka me avokat. Po. Shiko, të gjitha këto, ne këtu jemi duke folë për publikun. Po. Pra, ky debati këtu nuk të vlen fare as në gjykat as në asimën. Po pse? Pra, dhe ta fitosh të debat tu, nuk të vlen fare në gjykat. Dhe po e humbe, nuk të vlen gjykat sepse nuk është e nevojshme na mbusësh mendjen neve. Por tu po flasim për zotin Veliaj, po flasim për çdo qytetar. Jo, tu flasim ca gjëra të vërteta. Procedurial. Pra, për zotin Veliaj bëhet publike sepse kemi bëjmë me një kryetar bashkie. Po këto probleme i kanë në përdit në gjykat. Madje këto meritojnë vëmendje. Po, hajde meritojnë panela dhe flasim për shkrimet tuaja, po jo për rastin konkret. Se na ftoi zotria dhe unë ju përgjigj aftesës. Jo, nuk diskutohet. Sepse këtu ka mundësi që të shpreh edhe të gjitha ato punët që ne kemi përdit dhe zëri nuk ngrihet dhe kur i bie në bar Këto kam... Këtyre personaliteteve atëre bëhet publike. Pra ne kemi... Nuk kam 15 vjetë që flasë për to. Po që që na erdi mundësia që të flasim. Po dëgjoj, avokat. Po dëgjoj.
Ky debat që bëhet këtu... Ne po bëjmë debat parimor, Nuk ka bëjmë për zotin Beliaj. Nuk ka nevojë të fitosh edhe debatin këtu. Ja, qartë. E rëndësishme është fito atë aty. Gjykata, po aty... Aty, se këtu për shembull ne themi të vërtetat. Ne e dim si fitojnë ca gjëra aty tutje. Në krahun tjetër, e dim si fitojnë ca gjëra. Por ne këtu kemi detyrë të themi të vërtetën. Po, e vërteta... E vërteta është e vërteta. Që Erioni, bravo i qoftë, po përpiqet të mbledh çat mundet që ta bëj, si thot Klodi, gati sa më të madhe për në... Më falë të bëjmë... E po e bëjnë të gjithë këtë gjë. Bravo. Shkojnë në Strasburg nesër. Ne do ta marrim Dhe ka drejtën e vet. Më falë, ne Po ne marrim... po flasim për rast konkret avokat. Nëse do të bëjnë debat për afatin, ka të ndihmë një emision tjetër. Se e kemi vënë pa shqetësim sa ju. Pra, ne këtu nuk na mbush. Ne ta marrim të mirëqenë që kjo është e vërtetë që prokuroria dhe gjykata... Shiko, nuk ka gjykat që të çon ti pa u njohur ti me akte të çojnë në përgjykim. Nuk ka. Nuk ndodh këtu. Ti ke 90% të çështjeve, as në çap. Që ti ke 90% të çështjeve të allegjimeve shqiptar që shkojnë atje për një çështje koti dhe ja çojnë çështjen dhe ti mund t'i bësh 3-4 memër prokurorit. Aty mund të gjejmë ndonjë rast të hallegjiu. Aty mund të ketë raste këtu që janë gjithë fokusi i mediave. Dhe këtu që Klodi Risi, Klodi është aty çdo ditë. O zotri. Po ti ndodh një gjë. Atë ke ndodh një gjë e vërtet nga këto që pretendon ai, që unë e di që ai pretendon se do të shkojë në Strasburg o shok. Po ti ndodh një gjë nga këto, e di çfarë bëhet ajo gjyqtarja? Apo ai prokurori, apo ai që shkeli ligjin? Në qoftë ja vën... Te Spaku janë gjithë projektorët, të gjithë. Janë 1800 projektorë nga qeveria një. Qeveria ka 1800 projektorë mbi Spaku. E kupton, por kjo nuk është rasti që duhet merremi me të. Sepse zyrtarët e lartë, zoti Duraj, e kanë kthyer në strategji këtë gjë. Ky është problemi. Atëherë, në qoftë se do të ja ka vënë syri Spaku tu. Ajo, qeveria ja ka vënë syri Spakut dhe po bëri kaq të bëj. Kaq të bëj Spaku, qeveria e Po çfarë ti bëj Spaku? Nuk do bëhet ndonjë gabim këtu. Por ti bën shumë mirë, Erioni bën shumë mirë, mblidhi vlla, sa më shumë bëri dosjen e madhe. Do të mbledhi Erioni, avokatët e tij, të mbledhi dosjen sa më të madhe, të shkojë në Strasburg. Dhe është e drejta e vet. Dhe nuk ka asgjë. Po kjo s'ka të bëjë. Ne të tjerë e dimë. Të bëj një pyetje avokat se jeni me për këtë gjë. Duraj, më shpjego pak proceduralisht, pak proceduralisht kush janë personat që mbrohen me avokat kryesisht. Ma shpjego pak. Se avokati kryesisht i nderuar ka hyrë një koncept ose më saktë shteti ka paramenduar, të lutem, po të lutem më lërë ta mbaroj, tani lëri procedurat me mua se i njoh. Logjika e ligjit është që mund caktoj një avokat kryesisht kur dikush është në pamundësi ekonomike për të mbrojtur. Pra do të thotë që një kryetar bashkie që nga njëra anë të lutem, po të lutem duan që të marrin aktet. Pikërisht pra ja të ke thua, nuk kanë shkuar. Pra kanë një strategji. Duke qenë se gjykata. Jo zotri për të marrë aktet, jo. Avokatët kanë bërë ping-pong që ta zvarrisin procesin. Kaq, sepse një kryetar bashkie nuk mund të mbrohet me avokat kryesisht, ndërkohë që pajton 2 studio avokatore të merësisht të kushtueshme jashtë vendit. Që kanë pas punuar për Trumpin kur ishte biznesmen. Ka që thjesht është. Dhe këtë gjë nuk e ka bërë vetëm zoti Beliaj, mund ta bëjnë vetë tjerët nesër. Se dhe Ilir Beqa këto pretendim të edhe tjetri. Po lëri këto tash se dëgjoj, çeshin ata që po na shohin, ë? Ata që po na shohin qeshin. Avokatët kryesisht, zotri, avokatët kryesisht, e di çfarë janë, avokatët kryesisht ju caktohen atyre njerëzve që janë në pamundësi absolute për të patur një avokat. Klodi, të lutem, mund të them ata që duan ta sabotojnë dhe duan ta zvarrisin. Ai ka të drejtë avokat, ai ka të drejtë. Ne jemi duke bërë një debat tërsi shterp, a i takon apo jo avokatit kryesisht. Në fakt, nëse Erion Beliaj të drejtat themelore. Po më po ndërhyrë, unë nuk kam 3 veta kundër. 3-1, dhe avokati. 1, 2, 3, vetëm. Po pra. Alban, edhe zoti Rakipi s'puna vendos. Jo, po duhet ta marr kohën në avokati sepse kështu që unë do të kem me le. Një lloj sakta kohë. Me le, nëse doni, nëse s'doni nuk flasë. Jo, fol tani dhe fol tani dhe lëm avokatin të përgjigjet aty çdo. Atëherë, pikë së pare. Rregull.
Thash dhe njëherë, debati duhet apo jo avokati kryesisht në çështjen e zotit Veliaj është tërësisht terp. Kemi një situatë ligjore të tillë që zoti Erion Veliaj është lënë kryetar bashkie i bashkisë më të madhe në kryeqytet, në detyrë nga gjykata kushtetuese. Interesi i tij është që çështja të gjykohet sa më shpejt dhe të shpallet i pafajshëm, me qënë se thot, si pas logikës e ti që jam i pafajshëm dhe të shkoj dhe të qeveris Tiranën, sepse nga jo që ka shprehur ai publikisht në çdo status në Facebook, është që nuk e zgjumin natën për punët e Tiranës, për kopshtet, për çerdhet, për gjitha që po ndërtohen. Prandaj, zvarritja për të marrë aktet jo si argument, por si justifikim për të vonuar procesin, nuk i shërben kësaj fabule dhe vonesa e procesit nuk i shërben pafajësisë së zotit Veliaj. Zoti Veliaj është një qytetar me nivelin e dijes mbi mesataren, e di vlerën juridike të atyre akteve, ka kontraktuar studio ligjore nga më të mirat, ato patjetër që mund të bëjnë PR-in publik të zotit Erion Veliaj. Po sa të forta janë ato prova dhe fakte, ato ja kanë thënë zotit Erion Veliaj dhe i kanë këshilluar një rrugë se si të eliminojmë afatet e paraburgimit duke djegur këto afate. Tani, çdo politikan në Shqipëri, sa herë që është në netim, sa herë që është në gjykat, sa herë që është prapa hekurave si që ka ndodhur vitet e fundit, thot gjyqi im është politik, çështja ime është politike. A thua se në Shqipëri, ëngjëjt e vetëm që ekzistojnë mbi tokë janë politikanët, dhe mbi ta ka persekutim politik. Dhe persekutimi politik e lidhin me 35 vite për para, kur ka qenë komunizmi. Ka patur më për para persekutim politik, nuk ka tani. Tjetra, gjithë sytë e medjave dhe mundësia, qoftë nga interesat financiare, qoftë nga bizneset që kanë mbështetur zotin Veliaj, qoftë nga punonjësit, qoftë nga votusit e zotit Veliaj, kanë vëmendje më të madhe se sa një qytetari thjesht që është duke thënë zoti Duraj. Gjithë vëmendja e medjave është e zotit Veliaj. Ndaj, pesha që ka prokurori i çështjes dhe gjykata e posaçme te çështja e zotit Veliaj është dhe shihet me lup, shihet me presje çdo lloj gabimi që bëhet, sepse zoti Veliaj ka që nga ministri drejtësisë, me lup. Edhe unë mund të kem 200 veta, 300 veta që më shohin në Facebook, kam publik nuk, nëse mund të kem një situatë ligjore, nuk kam të njëjtin status me dikë. Çfarë ndikimi keni ju nëse shikoni si çështja? E shikoni ju dhe si shikoni avokatët? Jo, ndikimi i opinionit publik është presion mbi drejtësinë, që është prokurori, gjykata e posaçme. Por presion nëse ai është i fajshëm, ai të dënohet. Nëse është i fajshëm të dënohet. S'po themi për të. Ne po flasim për anën procedurale, meqense pas ka presion. Nga ana procedurale. Në qoftë se prokuroria mbyll hetimet për 10 muaj. Për disa njerëz. Çon çështjen në gjyq. Në momentin që komunikon akuzën dhe nuk i çon aktet, që është një drejtë themelore. Po ti s'ke kohë, si do përgatitesh? Që ta ankimojnë çështjen pranë Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë. Po çfarë bëri Inspektoriati i Lartë të Drejtësisë? Prokurorisë. Duraj, si disa raste të njerëzve të thjeshteve që u janë shkelur të drejta dhe hajde të diskutojmë. Si disa raste publike e ke ftesën, si disa raste të njerëzve të thjesht, mos të fillë tavolinë, as Veliajn, as Beqajn, as Ballukun, as Metën, as asnjë. Se i kanë të gjitha mundësitë zotëri, të gjitha mundësitë zotëri për ta bërë PR-in e vet për të mbrojtur gjëra me radhë. Nga gjitha njerëzit të thjesht dhe njerëzit e thjesht hajde të diskutojmë. Nuk janë politikanët për të qarë, po publikisht. Mi qenë njerëzit e thjesht. Po kjo historia që nga shkel të drejta sa politikanëve, po lëre pratashi proceset të super monitoruara, po për ato njerëzit e thjesht më vjen keq. Po për politikanët me thënë drejtën, mendoj, po publike e ke ftesën, po ta them. Ama më gjej rastet. Por mos më thuaj tani që politikanët nuk janë dhënë dosjet e tjera me radhë. Por në rastin konkret aty nuk janë dhënë, ai në fakt u fakt. Se në rastet e tjera janë vënë në dieni. Unë njoh shumë mirë ato institucione. Dhe patjetër ne duhet t'i kritikojmë nëse kanë standarde dyfishta, kanë problematika. Po standardi dyfisht. Po me thënë të drejtën, kjo historia pingpongut politikanëve, do me thënë, thjesht tregojnë, sepse dëgjoj, ne kishe para 2 ditësh, ish kryetari në Bashkisë Rrogoshinës, i foli për persekutim politik nga partia vetë, në këtë deregje kemi mbritur ne, vjenë më bën diskutim.
A ka mundësi të gjesh në një grua dhunuar që janë dhunuar drejta në proces, në një grua në divorc, në një grua ose në një burr, ose në një fëmijë që nuk merr dot pra pensionin ushqimor nga babai, këto më sill mua, mos më sill tani diskutimet e këtyre. Unë kam rastet e mia, avokat, zoti Rakipi, edhe ti më thua mua avokat, zoti Soko, edhe një pyetje që kam Ja ta mbyll se kam ne po flasim, tani doni që dënoni njerëz parë procedurale. E kam problem. Ja, një sekundë, avokat. Ma bën mu këtu, më bën një. Shiko, se ja kam falë Erion Veliajt më që më merr rrogën pa vajt ditë në punë, se po jap dhe rrogën tani. Ja kam falë Erion Veliajt më që i paguaj ushqimin çdo ditë, se ja paguaj unë dhe ushqimin. Ja kam falë Erion Veliajt që i paguaj dhe avokatin çdo ditë, se ja paguaj unë avokatin sot. Por avokatin ja paguan gjykata për gabimet e veta dhe prokuroria që si ka aktet jo se si ka të babës gjykata. Taksa tona. Po, që të talë. Bëri aktet, pra ti bëri aktet në dispozicion. Po pushon mor burr. Edhe pastaj jo se ku do dal, se më hëngre. Ju dini me mendësi komuniste. Hajde. Ja kam falur të gjitha këto, ja kam falur halal tiket. Po që të vitë më talët mua, e të më thot mua, që unë mua s'më vinë aktet, e juve binduni dhe ju tani, që mua më shkeni drejtat e mia, të njeriut, njeriu që ka shkel të drejtat 100.000 njerëzve, 1 milion njerëzve, ti po i shkeli të drejtat e njeriut, e po ma shet mua këtu. Të bëj një pyetje. Këtu vetëm mos talën me njerëzit, mëlla. Unë jam dakord më, ju bëni gjithat punën tuaj për t'i marrë të doset i qoni në Strasburgë, në Washington, qoni ku të doni ju. Po mos u talni me njerëzit, olla. Por është një mënyrë mbrojtje. Ti bëjmë buda lejmë. Po i themi që po i bjeni qaf. A thua tjeri on Veliajt e elektricit. Po a i do mbrojt. Por i po jam dakord, po mos ta e thuaj këtu. Mos ta e thuaj këtu, mo. Jam i diskriminuar tu. Jo. Ka drejt avokat. Është talje. Po nuk e bën dot kaq keq. Tre pyetje. Po nuk mund të tallesh kaq Po tre mos janë shumë. Po shumë. O zoti Sako, ai ishte Soko, fal. S'ka. Zukanë se po e ndrove on me anë nuk Veliaj që nuk ka ndodhur në asnjë lloj, unë s'kam parë çështje që prokurori në momentin që çon kërkesën në gjykat e çon në përgjim. 1. Ka pas rast tjetër? Po s'jam avokat nuk e Po mirë, do të pasur disa për desa ka pano tha gjë tjetër krejt. Një gjë tjetër fare. Po, s'ke asnjë rast. Unë nga e dini ju. Ka. Nga e dini ju. Ku ke rast të politikanëve këtu? Nga e dini ju. Pra të zyrtarit dhe të lartë? Ilir Beqa ishte në akuzë për sterilizimin dhe u përgjua për... Tani fjala jote ku të Jo, nuk kanë. Në momentin që shkon kërkesa. Ishte me masë, zotri. Pra, ku shkon? Ai kur bëri apelimin, është përgjuar në ambientet me çfarë fliste me familjarë. Tani se s'po bënda dhe prokurorin këtu. E dyta, ka pasur rast, ai ka shkuar ka bërë një operacion, një ndërhyrje dhe i rinde polisit e koka. Po ku dini të këmba? E këmba. Ato e kemi dënuar, avokat. Se nuk rasin e dursit ati killerit. Ato e kemi dënuar. Ai killeri që rinde me duar në xhepa me 2 polisa. Ato e kemi dënuar, avokat, s'ka përcej dek më tek. Ato e kemi dënuar. E treta, tani ti heqësh dhe drejtën për të njohur me akte që është një drejtë themelore. Mos u talli me këtë mëlla. Dhe të ketë kohë për përgatitje. Se unë e di që Erioni është shumë e qartë. Pra kjo emision, kjo pjesë emisioni, bashkë me to që thot kjo Xhama edhe Lana, do bëhet bashkë dhe kjo emisioni, do shkojnë në Strasburg, e di unë këtë. Po të dem këtyre të Strasburgut, po talle, se do të fitoj, prandaj po e bën. Kaq. Jo, e di që do vete kjo, po të vete fitoj tashu. Veliajn në Strasburg. Unë uroj që mos shkoni do të fitoj në Strasburg, prandaj po e bën këto. Se në momentin që shkon aty, të gjithë ne flasim lirshëm, po kur shkon personalisht, dhe ma beso këtë, sepse unë shumicën e rasteve unë i kam njerëz mesatare poshtë. Dhe shikoj çfarë bëhet në prokurori dhe në gjykat. Dakor. Do të thotë, aty po, nuk është çështja e zoti Veliaj, shumë mirë më dha kjo mundësi këtu që them mendimin dhe opinionin tim, por është çështja për shumicën e qytetarëve, që ne kemi kaq vite që presim kur të duash ti, hajde ti fol në dëgjoj. Ja, ne do na japi mundësinë. Do na japi mundësinë zonja Lara, do të fillojmë çështje konkrete të njerëzve në pamundësi. Po njerëz të thjeshtë, jo politikën. Ma dhe fjalën. Politika ka të gjitha mundësitë. Erion Veliaj na punon. Tani na ftoi zotria këtu edhe
I bjen qaferion Veliajt. Po e shikon ana procedurale, ato dhe këto tregojnë që ato gjyqtar e shikojnë me lutë. Po të fal lamallari aty. Është tek kështu bab te gjyqtari. Ministri drejtësisë më pashëm i lejoj përgjimet. Pra, i lejoj përgjimet. Të fal, jo, përgjimet të përgjoj. Pra, të përgjoj edhe si ka i mundja urësi të spegoj dhe spaku. Edhe pasi shkoj çështja në... Jo ta pengoje, po bëri një gjë palishme. Pra, këto janë, zoti Rakipi, cënime që janë bërë në mënyrë të... Unë jam i qartë çfarë ju do të thonë jo. Pa e bërë këtë pjesë emisioni, unë jam i qartë çfarë do të thonin kolegët e mi dhe çfarë jo. Në fund të fundit Erion Veliaj do të shkojë tani të mbrojë veten sepse është në burg kudo, qoftë në Strasburg. Patjetër, por ne tani një pyetje tjetër kam unë avokat, pse ka paditur prokurori në Rëzdado? Këtë nuk e di, me çka kam parë me ajsa informacion, ai ka kërkuar pavjeshmërinë absolute të emërimit të tij, sepse mendon që emërimi nuk ka qenë konform ligjit të atërshëm, pra në vitin 2008, pra duhet kishte kryer shkollën e magjistraturës dhe ky ka qenë thelbi i... Nuk ka kryer shkollë, arsim thotë, për këtë gjë ka jetë në gjyqje? Jo, s'ka lidhje, ka të bëjë me mënyrën e emërimit, pretendon zoti Velia, jo me arsim. Duhet Në atë kohë ka patur dy mënyra për të bërë prokuror, ose do vije nga radha e oficerëve të policisë gjyqësore që kishin një eksperiencë caktuar, ose do vije nga shkolla magjistraturës. Dhe zoti Velia pretendon që ka patur shkelje dhe kërkon pavlefshmërinë absolute të aktit të emërimit që në atë kohë është firmosur nga zonja Ina Rama. Pra ky është pretendimi, procesi është në gjykatë, seanca paraprake ose ajo që quhet seancë përgatitore është caktuar në datën 3 prill nga ana e gjyqtarit administrativ Azbi Balliu. Shohim tashmë pati edhe një kthim të padisë për plotësim sepse zoti Velia kishte futur edhe bashkinë dhe duheshin ekstremitetet pra logoja, vula dhe të gjitha të dhënat nga Bashkia e Tiranës, gjë që janë këto tmeta janë plotësuar dhe do thirrin gjitha palët për të parë se si do shkojë kjo çështje. Por kjo nuk afekton fare... Fare pak fjalë edhe njëherë akuzat kryesore të Veliajt dhe sa pritet të zgjasë procesi ndaj tij. Dhe a mendohet që ai do të shkojë në Strasburg? Me pak fjalë, Lala... Akuzat janë 30 akuza penale, korrupsion, pastrim parash, 13. Korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyre dhe futje sende të paligjshme në ambientet e paraburgimit për shkak përdorimit një telefonit një punonjësi policie, të policisë së burgjeve. Sa pritet të zgjatë? Po tani procesi në procesi zakonshëm shkon minimalisht deri në 2 vjet. Procesi zakonshëm. Por kjo pastaj duhet parë se si lidhet me masën e sigurisë, kriteret që mund të ose kushtet që mund të ndryshojnë gjatë rrugës, rrethanat e tjera me radhë. Po avokati di shumë mirë që nëse ka mbi 50 apo 100 dëshmitar, që në rastin konkret janë 3 vjet pandehur dhe patjetër duan kohë, është një proces minimalisht 1 deri në 2 vjet që do zgjasë vetëm në shkallën e parë. Kështu që do ketë rrugë të gjatë zoti Velia. Po, ato i tha Klodi, tani për sa i përket themelit, kjo çështje përderisa ata kanë shkuar dhe me gjykim zakonshëm, i bie që të zgjasë si për të. Afërsisht 2 vjet. Po 2 vjet mund të zgjasë edhe më shumë. Edhe më shumë. Kështu që kjo 1 vjet që ishte për sa i përket hetimit, kurse këtu për shkak edhe të ngarkesës së pandehurave, por edhe dëshmitarëve, sepse i bie që të gjitha aktet të cilat ka grumbulluar apo ka mbledhur organi akuzës, i bie që të shkojmë me gjykim të zakonshëm, do ketë dëshmitar, do ketë ekspertë cilët do bëjnë një hetim gjyqësor, përveç se atij që ka bërë organi akuzës. Kryesisht këto çështje mund të shkojnë 2 ose 3 vite. Qartë. Edhe 3 vite. Ndërkohë kolegët e mi insistuan këtu dhe ju e dëgjuat, ju një avokat me përvojë, dhe ndoshta mendoni që ai mund të shkojë në Strasburg, është e drejtë e tij. Është drejtë e çdo qytetar, nëse ai deli pa fajshëm, mund të eliminohet Strasburgu, kështu që Jo, në Strasburg mund të shkojë dhe për masën, sepse aktualisht është një gjykatë kushtetuese zoti Velia për masën dhe mund i drejtorit Strasburgut. Po flisë për themelin zoti Rakipi. Tani për masën ai mund dali, kushtetuesja mund ta konstatojë Po në Strasburg kur shkohet pas shkallës tretë? Në Strasburg shkohet pas gjykatës kushtetuese, shkohet në Strasburg, por nëse do të flasim për masën e sigurimit personal, çështja është në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese, ashtu sikur se zoti Berisha mund të konstatojë që kjo masë arrest në burg është masë ekstreme dhe nëse bëhet ky konstatim në gjykatën kushtetuese, zoti Veliaj i lindet drejta që të kërkojë zvendësimin e masës së sigurimit personal, përderisa është kryetari i bashkisë në detyrë dhe mundet që gjykata, jo mundet, por nëse e konstaton gjykata kushtetuese, gjykata
e shkallës parë është detyruar që ta japi zvendësimin e masës, qoftë detyrim për paraqitje pranë policisë gjyqësore, ose mund të heqë masën. Masën, heq masën. Kemi rastin e zotit Thoma Gëllçi, pra kemi një rast që Gjykata Evropiane e Drejtave Njeriu ka caktuar, kemi rastin e zotit Berisha, presim zotin Meta, që pra precedenti është... Dhe besoj, ndoshta edhe në këtë rast, Gjykata Kushtetuese vendosi si rasti zotit Berisha, që mund ta konstatoj si mas ekstreme të mas të sigurimi personal Arjes së Mburë. Avokat, unë të falenderoj shumë që ndihmuat misionin tonë për mbrëmjen e sotme, ne ka që ishte pjesa me zgjatur, unë do të kem 2-3 pikat të tjera që besoj janë të rëndësishme, kolegu ju në afrohet dhe zënsohet me avokatin, faleminderit avokat, miru pafshim, do të jemi në emisionet të tjerë, me shumë knajsi. Atere, nderuar të shikues, kalojmë një moment, do të jemi pak më shkurt në këto 3 pjesë të tjera. Unë mendoj që të kalojmë të një moment të aeroporti Vlorës, ku ky aeroport është drejt duket sikur kërkon të shkojë një përpjekje për të shkuar drejt arbitrazhit. Pse e themi drejt arbitrazhit? Është një përpjekje e zotit Pacolli, sepse qeveria po këmbgul fort tani, duket edhe një përpjekje për të shpronësuar atë, për aeroportin e ditë pas konfliktit që ka lindur aty, pas dhe problematikave që ka ky aeroport. Mbetet i blokuar për shkak konfliktit ola midis aksionerëve dhe vendimeve gjyqësore. Qartë shkurt, çfarë po ndodh konkretisht dhe a kemi aeroport? Realisht, sepse 2 palët që janë aty thonë kemi aeroport. Në fakt është shumë e çuditshme dhe është diçka që ndodh vetëm në Shqipëri. Të dyja palët thonë që kemi aeroport, kemi investuar miliona euro, dhe të dyja palët pastaj, njëri thot që Pacolli, thot Ademi ka bërë një hangar, tjetri thot nuk ka pis, nuk është e kolauduar, unë dua që të marë një kompani ndërkombëtare të auditoj, dhe po t'i bashkojmë të dyja deklaratat e të tjerëve, aty bie që nuk ka një aeroport, sepse aeroport do thot aeroport funksional, pra që të marë standardet e certifikimit për të kryer fluturimet të sigurta. Dihet që aviacioni është një fushë shumë sensitive sa i takon rregullave të sigurisë. Përplasja mes 2 aksionerëve është e mbushur me padi gjyqësore dhe e mbushur me kallëzime penale dhe në prokurori. Pra, kemi që në fillim të tetorit, ku MAPCO fillimisht ka dorëzuar një padi në gjykatën civile kur kërkon shfuqizimin e disa vendimeve që prite që të merrte asambleja me një administrator që zoti Pacolli dikur e akuzonte që po punonte për palën tjetër, për 2A Group. Më pas është bërë një kundërpadi nga ana e kompanisë 2A Group, ka arritur të merret ky sigurim padie dhe të bllokohet vota për tjetërsimin e kuotave të shoqërisë për marrjen e vendimeve të shoqërisë MAPCO, meqense kishte 98%, 2A Group pretendon që i ka shitur zoti Pacolli 47% e aksioneve me një kontratë notariale. Zoti Pacolli thot nuk është e vërtet, firma është e falsifikuar. Për këtë çështje janë prokurorinë e Tiranës. Është ankimuar vendimi gjykatës nga MAPCO, gjykata e apelit thot që 47% të votave të kuotave pezullohet vota e kompanisë MAPCO, por mund të operoj si aksioneri mazhorancës me 51% të kuotave të tjera. Pas marrjes së këtij vendimi të gjykatës, kompania MAPCO ka thirrur asamblen dhe ka kërkuar ndryshimin e statutit ku do të lejonte që ti kërkonte që të ndryshonte tjetërsimin e kuotave dhe marrjen e vendimeve që nuk kërkoj shumicë të cilësuar. Është bërë një kundërpadi nga ana e zotit Valon Ademi, i cili me një vendim të asamblesë duke patur vetëm 2% të kuotave ka vendosur që do të jetë ai që do të emëroj administratorin dhe sot është ai që do me thënë pala e 2A Grupit që administron aeroportin e Vlorës, pra është e gjitha një lëmë i vërtet. Një ditë më parë, kompania MAPCO, përmes përfaqësuesve të saj, ka dalë në një konferencë për shtyp, ku e quajti të gjithë situatën
në kushtet e një shpronësimi, nëse i referohemi konceptit ligjor të shpronësimit edhe në kontratë, do të thotë që shteti po të merë diçka me forcë. Dhe nëse flasim dhe referohemi për shtetin, nuk ka rëndësi nëse këtë e bën qeveria qendrore, por këtë mund ta bëjë edhe gjykata, dhe është një koncept i cili mund t'i hap rrugë më pas të drejtave që mund të pretendoj kompania, qoftë për investimet e kryera, qoftë për fitimin e munguar në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Akuzat mes dy ortakëve vazhdojnë, janë bërë disa deklarata nga ana e MAPCO-s që po lidhen kontrata me operator privat për duty free. Ne i bëjmë thirrje që asnjë biznesmen mos i nënshkruaj këto kontrata se do të jenë të pavlefshme, do t'i kontestojmë në gjykat. Pra, asgjë nga këto nuk duket se do të vendos në operim aeroportin e Vlorës në mars të këtij viti, apo për sezonin veror të këtij viti siç e ka kontrata. Do të vishim mbrëmë, faleminderit. Qa kemi tjetër për këtë moment? Tani, lidhje me këto zoti Rakipi, Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar sekuestrimin e gjithë situacioneve të punimeve, sepse ka dyshime të arsyeshme nisur edhe nga akuzat dhe kundër akuzat, ose kallëzime dhe kundër kallëzime të bëra në Prokurorinë e Tiranës, që janë fryrë fiktivisht faturat për punime ose janë lëshuar fatura për punimet pa kryera, janë duke u bërë dhe analizuar nga ana ekspertëve, sepse Prokuroria do të caktojë një grup ekspertësh për të parë se sa janë deklaruar shumat në dokumenta, sa është punimi në terren, sepse duhet shkuar dhe parë, sepse të dyja palët kanë ngritur pretendimin në raport me njëri tjetrin. Dhe aktualisht, vetëm pasi të kryhet të gjithë ekspertimi i situacioneve të punimeve, pra sa është hedhur, sa para janë hedhur në pistë, sa para janë hedhur tek pjesa e godinës e tjera me radhë, pasi të shikohet e gjitha kjo, do të shikohet nëse ka mashtrim, nëse ka problematika në lidhje me fryrjen e faturave që mund vim me evazionin, mund vim me mashtrimin e tjera me radhë. Por është një çështje që do doj kohë, sepse prokurorët pasi atëherë përveç se kjo do doj kohë me ekspert, prokurorët janë detyruar sepse njëra nga kompanitë Magbo është e regjistruar jashtë vendit dhe duhet që për të patur një hetim të plotë dhe për të shkuar deri në fund, duhet që prokuroria të kërkojë përmes letërporosive të dhëna lidhur me këtë kompani. Dhe letërporosit përgjithsisht zgjasin minimalisht nga 6 muaj dhe lart për të ardhur, për të kthyer pas. Pra do të kërkohen të dhëna lidhur me aksionerët, cila është gjendja e kësaj kompanie, nëse ka problematika ose jo, në mos gaboj mori është e regjistruar në Zvicër, apo jo, kompania Magbo. Dhe në këta aspekt, ky hetim do dojtë paktën dhe 1 vit minimalisht për të arritur në konkluzione se çfarë ka ndodhur me aeroportin. Por ajo çfarë shqetëson në rastin konkret, ka të bëjë me faktin që kompania e cila do duhet ta kishte vënë ose duhet ta vinte në funksion, ta përfundonte aeroportin dhe të nisin operime, dhe ne na shtën fakt nëse e mbani mend që kur bë ai fluturimi, prove dhe zbriti i kryeministri zoti Pacolli e tjerë me radhë, do duhet ishin të operohen në këtë aeroport dhe do duhet të hynte në fuqi sipas kontratës. Gjë që me sa duket, konfliktet mes aksionerëve janë duke krijuar problematika. Ka patur dhe një vendim të gjykatës administrative, një vendim të fundit të janarit që ka të bëjë pikërisht me aksionet, duhet parë dhe ai vendim sepse nuk është i arsyetuar. Pra gjykata e ka rrëzuar kërkesën e Magbos, është një vendim, ta citoj fiks vendimin që është marrë, por nuk mund të them konkretisht çfarë ka brendia këtij vendimi sepse nuk është i arsyetuar. Atëherë gjyqtarja e gjykatës administrative Iva Zemani ka vendosur refuzimin e kërkesës për sigurimin e padisë së palës paditëse Magbo Construction SA, dhe kundër këtij vendimi lejohet thot ankim në gjykatën administrative brenda 5 ditëve nga e nesërmja e shpalljes, dhe është një vendim i datës 30 janar 2026. Lodi, kjo mund të jetë edhe çështje mos kompetence, sepse janë gjykatë civile, çënde në administrative, pra kudo nga një çështje gjyqësore për aeroportin e Vlorës, domethënë. Ky është një vendim që duhet shohim zbardhjen, pra arsyetimin për të kuptuar edhe më thellë problemin se jo, për sa kohë që erozimi bie do jetë mos kompetence, pra do të shqyrton një gjykatë. Por ideja është që në lidhje me aeroportin ka të drejtë Ola, me aeroportin e Vlorës ka një sër kallëzimesh nga gjitha palët, ka vënien lëvizje të gjykatës Tiranës, gjykatës administrative, pra është futur në hullinë e gjyqësorit edhe duke qenë se proceset të vonojnë, kjo pastaj mund të krijojë problematika dhe unë shikoj të nesërme në arbitrazh këtë çështje. Apo shkon drejt shpronësimit Pacollit në këtë rast? Diskutohet gjithmonë, situata është rënduar kaq shumë sa që natyrisht që shqiptarët rrezikojnë që të mbeten pa aeroport, dhe unë dyshoj se ky projekt do të jetë ai që do të kthehet në aeroport në një ditë. Pra kaq të nder e shoh situatën, nuk diskutohet që qeveria shqiptare duhet të ndërhyjë patjetër në këtë situatë. Siç e thanë dhe koleget, çështjet në gjykat janë bërë mal,
në të gjitha gjykatat janë bën mal, pra nga bërë nga i mal në çdo gjykat, me çështje me padin ndaj njëri tjetrit dhe me akuzam dhe me kallëzime penale ndaj njëri tjetrit, kështu që duhet të patjetër të ndryshojë shteti shqiptar për të marrë në dorë asetin e qytetarëve shqiptar. Sepse ne dham një ndër tokat më të mira, se duhet kuptuar kjo. Dham tokat më të mira për të ndërtuar një aeroport që s'do e kemi ndonjëherë. Jam dakord me të parafolsin, nëse do shtë diçka ta përmbushja, që do ishte shumë mirë që në këtë rast të mos lihet fati i kësaj vepre të madhe publike në duart të gjykatave, në duart të radhëve që janë krijuar aty, sidomos të gjykata apeli me 3 vjete të tjera, të mos lihet, të bëhet një ndërhyrje, nëse kjo mund bëhet, nuk e di në një rast parakalues, sepse është një vepre madhe publike që pritet të bëhet. Sa di unë, aty janë mbaruar dhe afatet që kanë ata. Janë mbaruar afatet të televizorit, jo, se ato shqiptarët ka mbaru. Dhe që të merret një shtesë, duhet bëhet prap një shtesë nga të merret okej nga punëdhënësi, si thuash, apo Ministria e Transporteve, që merret kur të dy ortakët janë bashkë, kur ortakët nuk janë bashkë, pra të ka jo. E kupton dhe këtu është ka rënë kompania koncesionare. Shiko, ky është një opsion dhe një skenar që mund të ndodhë. Por, nëse do më pyesni si e shoh unë me syrin e një njeriu të pavarur dhe që jam qytetari këtij shteti, nëse do të ndërhynte qeveria shqiptare dhe drejt për drejt autoriteti kontraktor, atëherë do të çonte ujë në burimin e çështjes së arbitrazhit. Do të jepte të drejtë të dyja kompanive. Jo me vendime. Jo, se drejtë kjo... Dhe mundësi gjykata... Ma shkuptoj dhe unë, ma shfarë unë kuptoj kjo është... Ta mbarojmë. Që që tola duke dhe drejtë. Sepse, pa dashur të paragjykoj askën, kemi një konflikt të dy personave, të dy biznesmenve, që ka lindur, themi nga hiqi. Njëri pretendon disa aksione, tjetëri thot t'i jap, nuk t'i jap, dhe ky mund të jetë edhe një konflikt i sisur. Është përqindja e mundësisë. Si që mund të jetë përqindja e mundësisë që ka të drejtë pala e zotit Pacolli, Mapko, si që mund të jetë e drejtë që ka të drejtë edhe pala e dyja grupit zotit Valon Ademi. Tani, nëse shteti prish në mënyrë të njashme kontratën, minimalisht kontrata e ngarkon, edhe nëse fajin e ka koncesionari, të paguaj 56 milion euro kredi plus interesat dhe plus vlerën e investimit. Pra, vlera e investimit që dy kompanit pretendojnë janë afro 120 milion euro për faturat që ka pranuar deri në fund të 2024, 2025 nuk është mbyllur bilanci ende, inxhinieri pavarur janë 22 milion euro. Dhe 56 milion euro kredia plus 17 milion euro në mos gaboj janë interesa, të bie një vlerë investimi minimale që mund të paguaj nëse në rastin më të mirë shteti shqiptar fiton në arbitrazh, por detyrohet sipas zgjidhjes së parakohshme të kontratës, që ka rënë dakord tek tonele, të paguajë 117 milion euro. Ndërkohë te studimi fizibilitetit, e di sa do kushtonte ndërtimi i aeroportit të Florës? 77 milion euro. Prap humbim para. Janë kontrata të bëra në mënyrë të pakujdesshme dhe Mapko nëse e dërgon në gjykatën e arbitrazhit, është një kompani zviceriane, nëse do ta dërgojë në gjykatën e arbitrazhit, do ta dërgojë në Zvicër. Jo, nuk lejohet vendi i arbitrazhit me vendin e kompanisë. Po dëgjoj. Ne kemi fituar një rast në arbitrazh. Që kemi fituar së fundit. Ti e di. Rasti kujt? Kur e fituar? Kur uzun partnerët me njëri tjetrin. Do me thënë në avantazhi është që të fitoj qeveria. Shumë e avantazhuar. Sepse nëzorën të palarat e njëri tjetrit. Dhe ata... Do me që kishin bërë kompanisë dhe shtetit. Pra ju po thonë që ka pak gjasa për arbitrazh. Dhe shteti ka mundësi të përdori dhe në arbitrazh, vepën pa frikë. Se në arbitrazh, ato kostot e fryra që kanë thënë për njëri tjetrit, të dy kanë thënë që ti ke fryrë kostot dhe ti ke fryrë kostot. Ky ka thënë që ti ke bërë llaçin me kaq, ky ke bërë tullin me kaq. Pacolli është një mjeshtër që morim edhe rusët i vërtetë. Akuzat janë publike, zotë Rakipi, se tu ka të drejtë pano përsa ku akuzat ndaj palve janë publike. Jo do t'jetë një avantazh në kraun. Për ne, për dhe jo vetëm për to. Ore Pacolli mlodhi Jelcinin o zotri. Nuk e diskutoj. Edhe brenda dhe ky tjetri që është tani, Vladimir Putinin. Si tenderat procesin e prokurimit për dhënien e koncesioneve e bën në mënyrë të pandershme, si kontraktimin e kompanive, daljen e tyre dhe miratimin e ndaljive të kompanive me përvojë e bën
në mënyrë të Jam pandeshme dakord me të dhe gjitha. çfarë na garanton ne që procesi në arbitrazh nuk do shitet nga avokatura e shtetit, siç e kemi parë dhe të shumë procese të tjera. Ka pse shesit nga avokatë, jepi lekët në çantë më mirë. Merr lekë nga thesari i shtetit. Tani, ka shanse që të shkojnë në arbitrazh, thoni ju, dhe sa shkon kjo shifra që mund të kërkoj, se Pacolli e ka dorën e gjotë? Jo më, shiko, atëre, një sekund. Ta kanë deklaruar 140. Nga këto 140 milion euro ka deklaruar pala e zotit Pacolli, rreth 30 milion euro pala e zotit Valona Demi. Po të pjestojmë ato që kanë thënë ata që kanë abuzuar me njëri tjetrin, aty nuk dalin as 40 milion euro. Nëse ata kanë thënë kraj. Jo, se janë prokuroria, ka vetë prokuroria të bëjmatit. Pra prokuroria i ka marrë situacionet e punimeve. Jemi okej, po e marrim... Sa para janë hedhur aty. Po tjeri këputet atje ku është mi dobut. Po e marrim si kur na e futi dhe Pacolli. Se jo pak në Nëse kjo kompani të i përgjigjem se a i ngjan me beketit. Nëse e fiton, larkë qoftë, e fitoj, Pacolli, vajti dhe e fitoj, sa para i merë? Jo, nëse ankimon, sa mund të kërkoj? Kërkon minimalisht vlerën e investimit, 120 milion euro që i pretendojnë që sot, dhe maksimalisht fitimin e munguar që në fund të 30 viteve të kontratës koncesionare është 736 milion euro. Do me thënë se Pacolli këto fitimet e munguara i merë gjithmonë? 1 miliard. 1 miliard... Më të gjo, atere, Zoti Pacolli, maksimumi që do të mund të kërkoj është maksimumi që do mund të kërkoj, se aji mund të shkoj me shifër më. Ishim ne kompani që e Sky Petroleum. Kërkoj 1.5 miliard, më kupton? Dhe në fund përfundoj duke paguar $500.000. Sky Petroleum ka që këtu në Elbasan, në Dumre. Pra, ati ti mund të shkosh, por nuk të trëmë fakti se sa kërkon aji. Aji e kam dorë, më të arqoj më 1 miliard. Aji që kam dorë aji. Problemi është, ajo që rezikojmë ne, që të paguajmë, që nuk është se po e paguajmë kot. Nëse zotria ka bërë 20 milion euro punë, pra aty janë, se aty janë heca lek. E së mund të bëjmë sikur s'ka së leka. Nuk po temi jo, më. Pra aty janë heca lek. Kjo që të ola pastaj? Jo, ore, shikoj, e ke parazyrat të Barsoletën, në mëndje e ke, më bëhe 10, më kupton, për desa ke në mëndje. Më kupton, pse, ku shtë ndalojti, bëhe 10 miliard. Një miku im tha mua njërë se i tash nëre, shumë i ke kërkuar për punë roke kështu. Pa që më duen ta. Dhe unë beta, nuk kisha që të shemë. Për normale, dhe më dhe pra ideja është, ajo që ne do të paguajmë, dhe shtetë shqiptar do të paguajmë, është puna reale që ka kryer zotrinë. Dhe ajo punë reale që është kryer do të paguar, ka që marroj muhabetit, dhe të ndash më njëre mirë me ata. Se këta e bashkëpozukolla, këta kanë marrë një gjë dhe do e lënë i bjetë ata zjasin e 2020 kështu si që janë, me njëri tjetëri. Presim, unë e thira Valona Demin, po më tha që unë do vete njërë tha se... Shteti mund të bëjë rolin e interlokutorit dhe t'i thrasë është edhe autoritet, se më falë, në një koncension është bashkortak shteti, se ndajnë risqet bashkë. Jo kjo shtet. O pano, të lutem sa ta mbaroj logikën që kam. Dhe mund t'i marrë të dy dhe t'i thot, hajde zgjidheni, mbaroni, marim një kompani auditi ndërkombëtare dhe bini dakord në një marrëveshje të tillë. Mund të jetë edhe kjo. Po më ta mos e kanë për në arbitrash? Dhe gjeni dhe një operator, se në regull edhe po morën vesh këta, ore kush do e operoj aeroportin, se iku Turku që kishte eksperiencën për operimin e aeroportin. Apo kam gabim? Unë i telefonova Valona Demit, pano? Mund të bëj, po jo kjo shtet. Jo kjo shtet, Kjo shtet është palë. I telefonova Valona Demit, se do jem me javë në arshme, tha në Tiranë, se i thashun kanë shpërtyrë këto të Pacollit, gjithë ti ja do flasësh gjë. Jo tha do jem në agët, se është në përkem këj problemi i UÇK-s tani. Po, zotja Javën e arshme, do jem tha dhe do të flasim. Ndoshta do jemi në studio bashkarisht. Ka frikë nëse e merë shteti? Nga konflikti që ka? Do të pyesim këtu. Duhem pyetur të dy. Do të pyesim këtu. Edhe zoti Pacolli, do të pyesim këtu. Ikim nga këtu tani, se kemi dhe 2 pika tjera. Pacolli kam shumë frikë, se zotja Demi... Kemi emision shumë gjatë, kemi dhe 2 pika tjera dhe pastaj kemi 2 pjesë tjera, përveç 2 pikave të këti të pjesës parë. Një nismë ligjore ka mbritur në Kuvendin e Shqipërisë për të ndryshuar mënyrën se si Akshi zhvillon tendrat. Propozimi është që Akshi t'i hiqet si kompetencë zhvillimi i prokurimeve dhe t'i kalojë një shoqëri aksionere me pjesëmarrje publike dhe private. Konkretisht, kujt t'i kalon kjo drejtora, se s'kuptoj gjë mirën nga këto? Atëherë, deri më sot, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit kishte të gjitha të drejtat të bënte kontraktimet e shërbimeve për software, pra çdo shërbim në fushën elektronike, por dhe mallra, kompjutera, për të gjithë institucionet publike, përfshi edhe institucionet që kanë të bëjnë me informacionet e klasifikuara. Tashmë,
Pas plasjes së skandalit, pas hetimeve të SPAK, një deputet socialist me që duket edhe për të shmangur rrugën ligjore të procesit të konsultimit publik nëse shkon nga institucionet përgjegjëse që i bie Akshi, më pas Këshilli i Ministrave dhe më pas në Kuvend, eliminohet procesi i konsultimit publik. Këto propozime janë bërë nga deputeti socialist Erion Malaj, i cili ka kërkuar ndryshime rrënjësore të mënyrës së procesit të dhënies së këtyre shërbimeve. Propozohet që të jetë Akshi, që do të bashkëthemeloj një kompani publike në bashkëpunim me një kompani private dhe kjo kompania publike më pas do të bëjë tenderat. Por çfarë do të thotë kjo me fjalë të thjeshta? A e ndal abuzimin apo jo? Kjo nuk synon të ndalë abuzimin, po kjo ul transparencën, sepse eliminon procesin e garës, sepse nuk përcakton që operatori privat që do të përzgjitet bashkë aksioner me Akshin do të përzgjitet me garë, por edhe sikur të përzgjidhej me garë, Gara dijen këtu. Ata do të nënkontraktonin operatorët në tregun privat me sa më pak rregulla të prokurimit publik, me mungesë të transparencës, sepse transakcionet e pagesave të thesarit janë vetë për agjensitë publike dhe jo për kompanitë publike, dhe askush nuk do t'i binte në sy se çfarë ishte duke ndodhur me buxhetin vjetor 200 milion euro që ka Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Dhe gjithashtu edhe pozita ligjore, përsa kohë kemi të bëjmë me një kompani me kapital të përbashkët dhe publik dhe privat e punonjësve që do të firmosnin për këto kontrata, do t'ishte më e lehtë. Pra është gjetur një mënyrë ligjore se si t'i shpëtohet përgjegjësisë në rastin që ka abuzime, se mbase mund të ketë edhe punonjës që mund të refuzojnë të firmosin, nuk e di nëse mund të jetë dhe kjo si arsye. Gjithsesi pritet të shohim diskutime dhe se si do të argumentojnë socialistët kur ta diskutojnë në komisionet parlamentare dhe në Kuvend këtë çështje. Ajo që kemi parë, sidomos 2-3 vitet e fundit, kemi një ndryshim 180 gradë të mënyrës se si shteti po administron. Tashmë, kudo që më përpara agjensitë publike zhvillonin tendera, ishin me abuzime apo nuk ishin, bëhej një garë qofte dhe formale, tashmë po krijojnë kompani publike në bashkëpunim me operator privat dhe po jepet treg me ligj vetëm një kompani. Pra ky është një rast i tillë, ku një kompani publike me privat. Po, dhe në çdo fushë është futur shteti. Te pullat fiskale kemi përpara një viti emisionin, pullat fiskale që me koncesion, çfarë bën? Ja dha ndërmarrjes publike të letrave me vlerë, krijoi një kompani të përbashkët bashkë me atë që kishte koncesionin dhe po i ndajnë bashkë, pa garë edhe kjo. Po të shohim Kajon te Ministria e Mbrojtjes që ka hapur 4 kompani me kapital të përbashkët me kompani private, pa garë dhe ato, e njëjta gjë po ndodh. Po të shohim, po hapet bank shtetërore, po hapet operator publik kombëtar për menaxhimin e rrugëve, po hapet operator për karburantet, kudo nga një kompani publike. Një qëllim është punësimi dhe fryrja sa më shumë e administratës publike, qëllimi tjetër është sa më pak sytë e transparencës te kompanitë publike, sepse duke qenë se ato kanë formë juridike si shoqëri tregtare, kanë më pak rregulla se sa kanë agjensitë buxhetore dhe jo buxhetore. Çavo? Çiko. Kjo është një mënyrë e re për të shmangur hallin e vjetër që ka pasur Akshi, i cili u demonstrua shumë qartë edhe në dosjen e fundit doli nga prokuroria, ku problemi vetëm që ju kishte ardhur atyre, i cili më pas i detyroi që të kryenin dhe aktin e madh të marrjes peng të një biznesmeni, ishte KPP-ja. Pra Geron Meço u mor peng sepse i kishte mërzitur shumë në KPP këta. Dhe çfarë bëjnë për këtë? I ikën tani PKP-ja. KPP-ja, Komisioni i Prokurimit Publik, është apeli i prokurimit publik. Pra është ai që merr vendime. Dhe për të shmangur gjithë rrugtimi që do duhet të bënte fondi publik, siç e bënte deri më sot, fondet që shkonin për Akshin, që kalonin nga APP-ja pra bëshin tendera të tjerë, ta kanë vendosur do i ndajnë vetë, që në zyrë. Dhe çfarë do bëjnë? Nuk do bëjnë një kompani. Akshit i jepet mundësia që të lidhi kompani të hyjë në marrëdhënie me kompani të tjera, me shumë kompani të tjera, po të dojë, dhe të ndërtojnë kompani me 51% aksione shtetërore, e cila do t'jetë kompani e dedikuar për tikun. Me më pak, me 49, që të heqin dhe të drejtin auditimit të KLSH-s, mund bëjnë edhe nga këto... Pra, dhe çfarë ka bërë? Ka një specifik,
Tenenitet i projekt ligjit të propozuar nga zoti, më ndihmo pak me emrin. Avokat Malaj. Malaj kish? Erion Malaj. Erion Malaj. Malaj, po. Të cilin e përshëndesim, që pas ka pasur këtë ide. Erion Malaj kush është? Nuk e di, po do tjetë. Është deputet. Është deputet i Partisë Socialiste. Ekonomist është kjo? Jurist? Është Erion. Besoj, Erionët në përgjithësi. besoj duhet jetë. Po, dakor, Më kupton, pra, dhe ky zotria tani, pra çfarë kanë bërë me këtë? Po, ai që ka bërë ligjin, jo Erioni, se Erioni s'di çka ka bërë, po. Ai ka menduar. Ka firmosur po aty. Po, patjetër, po. Ai ka menduar. Ai nuk e di që ka firmosur, me thënë drejtën, se ky është Jo, problemi. ai di që ka firmosur gjërë. Ai problemi fiks, ai di që ka firmosur apo jo, se mund të ketë firmosur fare. Tek Neninitet ka sankcionuar tek ky ligj, një ndryshim në Nenini 36, çfarë thot? Paratë që do fitojnë këto kompani, thot, këto kompani nga ministrit, agjenci shtetërore, agjenci buxhetore etj, nuk janë, nuk do të quhen, thot, të ardhura nga tarifa publike. Çka do të thot? Që përdorimi tyre nga këto kompanit e akshit, që do ndërtoj akshi, do të jetë të lira duart nga prangat e prokurimit publik. Kështu që e hoqëm qafe KPP-ne. Vetëm me një frazë, vetëm me një paragraf që do të shtohet Nenit 36. Me qënë se pyeti zoti Ylli për zotin Malaj, që nga antar i Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, pra as një ligj, as me Komisionin e ligjeve, as me atë të sigurisë që... E dyta që ishtë kultura, e dyta... Apo me atë të veprimtarive prodhuese që mbulon këtë fush. Zoti Malaj, po mirë dhe Po mirë se di... A është përfaqësuesi që bënë... Kulturën dhe turizmin. Tani, jo, prit, se ka një tjetër. Ka një tjetër. Reziku tjetër që vjen nga kjo, pra dakor, tenderat i ndanë veta. Pra do të thotë, për shembull, janë ta, kujtun, si kanë emra ta, ky Ermal Beqiraj do bëj një kompani, ky tjetri do bëj një kompani, ky i Firsti do bëj një kompani. Nuk do të me tani. Pasteku do bëj një kompani tjetër bashkë me Akshin, pra të gjithë ta që kanë qenë operuar me emrat e tyre deri tani, do bëj nga një joint venture me Akshin, nga këto kompaniet që po dalin sot. Dhe tjetra është të dhënat, sepse kjo bëhet edhe për të dhënat. Pra kompani do bëjnë jo vetëm ata që do fitojnë para, po edhe ata që do përdorin të dhëna. Sepse janë ca këto të dhëna që do të marrin në përdorim, se ka sankcionuar te ligji, që do të merren në përdorim dhe të dhënat. Pra kadastra, burgjet, trafiku, pra të gjitha këto gjykata, janë thesari shtetit e tjerë, prokuroria. Janë të gjitha këto janë thesar. Janë thesar që vlen shumë para, do të thotë nga njerë më shumë dhe se tenderat. Dhe për sensitivitetin e këtyre, ka bërë një deklaratë të tmerrshme dhe dhoma amerikane të Po patjetër. Lidhur me sigurinë e sistemeve të qeverisjes edhe zhvillimin e tenderave. Se ndoshta këta dhoma nuk përfitojnë gjë. Sepse, pra... Jo, ata kanë biznese në fushën e IT-s dhe bizneset që janë antare, dihet që jo të gjithë janë amerikanë, një pjesë janë edhe shqiptarë, një pjesë janë në bashkëpunim, duhet thënë ashtu siç është, por kam bizneset të cilët janë ankuar për mungesën e konkurencës dhe garës në këtë. Dhe kjo do të tendohet më tepër me këtë ligj. Pra ky ligj tani ja hoqi hallin e APP-s, do t'i ndajnë fondet që në burim, pra këtë fondin e Ministrisë së Brendshme do ta marri kompania e Akshit me Fastekun, këtë tjetrin e Ministrisë së Bujqësisë do e marri Firsti me Akshin, pra çdo kush do marri nga një, do ta ndajnë tortën e paras publike, me thikë që në fillim që mos hajë në garë me njëri tjetrin, dhe për këtë bëhet. Një minutë dhe Ferdinandi dhe Vetëm një minutë. Hetimi fundit i SPAK na tregoi që Akshi ishte shndruar në një organizatë kriminale. Dhe me sa duket, mazhoranca socialiste është duke krijuar një mekanizëm të ri për të vjedhur, për të marrë fonde, për të patur në dorë sekrete të prokurorisë, gjykatës, Bankës Shqipërisë, aksikut e tjerë me radhë. Kështu që është gjetur kjo artifica për të thënë shqiptarëve që dëgjoj se këtë gjë që ne trumbetuam kaq vite si një shembull suksesi, në fakt rezultoi një organizatë kriminale që merreshin peng njerëz edhe shkohej deri në kërcënime mafioze e tjera me radhë. Nuk e mbulojmë dot më sepse dielli nuk mbulohet me shosh, tani po krijojmë një mekanizëm të ri që nuk ka transparencë, nuk ka garë, ka shumë para, këto para i ndajmë si të duam pa i dhënë llogari njeriu. Pra unë e shikoj këtë ligj, nëse do të miratohet dhe do shkoj deri në fund majt, sa kam parë, që është thjesht që do ndërtohet një mekanizëm i ri korruptiv. Kaq që shikoj, kaq e thjesht dhe që do ketë nesër një databazë të dhënash që mund të vlejë, siç thot Pano, shumë më tepër se sa ato parat që mund të
Nuk e kuptoj dot se që është gjithë kjo, më duket si një dorëzim i shtetit, po nuk është dorëzim i shtetit, përballë skandalit, por është një përpjekje mbase për të shpendosur vëmendjen, nuk e kuptoj, sepse nuk ka kuptim kjo historie privati të ketë në duar paratë e buxhetit shtetit. Jo, këto PPP-t për shumë... Jo, është projekt ligje. PPP-t janë... është projekt ligj, po nuk është aprovuar, apo jo? Se dikon që do aprovohet apo jo me kaq vota Ka shku te Niko. Me kaq karton Ka shku te zoti Niko. Diskuton Ferdinand. Ai ka shkuar te Niko aty. Ka shkuar te zoti Niko Peleshi, jo zoti Nikolesi. E kuptoj pra. Po pra. Tani Ferdinandi nuk do ta besoj është çështja, pra ka të pamundur ta besoj. Po që ajo ka shkuar në kuvend pra unë e kuptoj shqetësimin tënd, se nuk po prish Sharake. Problemi është që e diskuton që do bëhet paratë e buxhetit shtetit. Edhe mund ta mendoja se ky Erioni tjetër pra. Erion Brashi. Po. Erioni gjërat mira po thotë. Se dhe mund të mendoj ndonjëherë në kokë të tij. Po deputeti që vjen nga platforma deputeti që duam, dhe përgjigjet atje të ketë të guxim dhe të kemi dhe një kopshtin pa marrë ministrit, se ky është problemi jashtë, na është thënë që është kopshti kryeministrit apo jo. Pra ka prekur kopshtin sekret kryeministrit. Kalojmë te një pikë tjetër. Që është dhe çash në këtë vend. Kalojmë te një pikë tjetër që e fundit e kësaj pjese, por që mua më duket interesante sa të parat. Ka ndodhur një gjë tjetër. Ministrja Diella rrezikon të mbetet pa fytyrë. Pse? Pa zë. Edhe pa zë, po. Të mos ketë as fytyrë as zë. Po pse s'ka më para akshe? Aktori Anila Bisha, po pritani, ka paditur qeverinë dhe kërkon që imazhi i saj të mos përdoret më për ministren Diella. Ajo pretendon se marrëveshja që ka firmosur ka qenë deri në fund të vitit 2025. Ka mbaruar marrëveshja. Dhe bënte fjalë për asistencën virtuale në e-Albania, dhe jo për ministren Diella. Zonja Lala tani si ka mundësi, edhe Diellën e pas kanë vjetëre. Tani, unë nuk e di si të qesh apo qaj me këtë rastin, sepse jo seriozisht. Tjerët marrën para, ne të qajmë. Kanë marrëveshje duhen respektuar. E kanë marrë atë imazhin e saj. Respektoje edhe kohën, edhe mënyrën se si ke bërë kontratën me të. Jo, nuk po thoja atë gjë. Madje dëmtimi i imazhit pas hetimeve të Spakut është më i lartë dhe duhet të kërkonte edhe rritje të tarifës për ndryshim të kushteve. Zonja Bisha ka gjithë drejtën e vet ta ngrej këtë padi, sepse unë e vura stafin të lajmëronë Bisha, po jam shumë e tronditur, tha. Nuk do të dalë. Kërkuam dhe avokatin s'doli asaj. Problematika me çfarë unë kam para të padi dhe do të lexoj disa pjesë të saj. Tani zonja Bisha ka paditur kompanin Apel, ka paditur Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Këshillin e Ministrave dhe ju kërkon këtyre në mënyrë solidare, po, të dëmshpërblejnë padicen për dëmin kontraktor dhe jo kontraktor të ardhur nga dëmtimi i imazhit si rrjedhoj e përdorimit të pa autorizuar të dhënave personale në shumën 1 milion euro. Detyrimin e palës së paditur, në rastin konkret akshit të ndërpres dëmin e shkaktuar duke fshirë të gjitha videot, lajmet dhe publikimet e kryera në internet dhe formatet të tjera, si dhe mos krye publikime në të ardhmen të këtyre imazheve. Ndërkohë, detyrimin e palëve të paditura në mënyrë solidare, pra bashkarisht është ideja, të paguajnë kamatat ligjore mbi vlerën e dëmit të shkaktuar deri në ekzekutimin e vendimit. Tani, ideja është këtu, zonja pretendon që referuar kontratës, rezulton e qartë që shoqëria Apel SHPK ka patur detyrimin kontraktual ta përdor imazhin e kërkueses, pra zonjës Anila Bisha, zërin dhe figurën ekskluzivisht vetëm për krijimin e avatarit të asistentit virtual të e-Albania. Përdorimi të dhënave personale duhet të bëhet në respekt të gjitha detyrimeve ligjore në fuqi për këtë qëllim. Por më pas, ajo ka konstatuar se janë riprodhuar dhe janë përdorur të dhëna për cilat ajo nuk ka dhënë asnjë aprovim. Dhe për shembull, thot, kjo rrethane fakti, thot, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë e ka shpallur Diellën si ministre e shtetit për inteligjencën artificiale në datën 12 shtator 2025, në një kohë që ajo pretendon që janë përdorur dhënat e saj personale, zëri dhe figura, pa marrë autorizimin dhe miratimin e saj. Dhe më pas përmend rastet kur zoti Rama e ka prezantuar në disa vende të tjera, pra ku janë bërë pyetje nga media ndërkombëtare në disa samite e tjera me radhë. Pra do të thotë zonja Bisha pretendon që nuk ka dhënë asnjë autorizim që zëri dhe imazhi i saj, duket që Sharake,
zoti Rakipi, po kjo diella na ushit ne si suksesi më i madh i gjitha korave. E kupton, pra Shqipëria, madje përmend edhe një shkrim të mos gabojmë të një media të huaj, sepse duhet ta lexoj Washington Post dhe thot për shembull që ka patur më lejoni vetëm një moment, që thot Washington Post, por edhe media të ndryshme ndërkombëtare dhe është bërë prezantimi paditëses përpara Parlamentit të Republikës Shqipërisë apo në dhënien e opinioneve përpara mediave ndërkombëtare, siç është Forumi i Berlinit. Dhe zonja Bisha pretendon, dhe këtu me thënë të drejtën unë jap plotësisht të drejtë nëse kjo do të provohet në gjykat, që kjo gjë ka ndodhur pa marrë miratimin e saj. Tani i vetmi problem është këtu, si do ta provojë Anila Bisha që pas diellës është kjo? Ka fotografim, edhe figurë. Është i njëjti avatar që ka përdorur, shiko, Anila ka dhënë leje për të përdorur si avatari. Po, problemi është që pastaj duhet parë se nga ana ligjore si rregullohet. Tani gjithë kjo para e madhe që ka qarkulluar te Aksi dhe këta nuk gjetën lekë të paguajnë Anila Bishën. Duhet kishin ribërë marrëveshjen. Duhet kishin ribërë marrëveshjen me të. Pas mbarimit të 2025? Jo, në momentin që vendosën të dështonin, duhet të kishin ribërë marrëveshjen. Ajo ishte trishtuar shumë me të drejtën, ë? Ishte përgjigjur redaktorit tonë që unë nuk vi kishte, sepse jam shumë e trishtuar dhe... Tani jo, ideja është që Anila inshallah e fiton ato lekë, po jo nga lekët tona, t'ja marrin e Ramës, se Rama vlla... Ja marrin atyre që kanë gabuar. Bravo, ka bërë fushat në hartimin e kontratave ligjore me të. Me atë, kështu që nuk kemë se ja paguajmë ne, t'ja paguaj se ka zotria, nuk kërsesh pa lek, vendi marrin se ka pronat mira plot sa doj, se është dhe i pasur nga pronat që i kanë të Ola si kupton këtë gjithanjse. Kështu i t'ja paguaj Rama, jo me lekët e buxhetit, ky është halli. Të hall kam. Jo me lekët e buxhetit, të taksa. Të Ramës. Pa lekët e buxhetit e roje që mund të marrë Anila... Jo, të vetë Rama. Isha ndonjë lekët. Te Rama ka përdorur. Ti si kupton këtu? Ka dhe kuptim karagjoz. Ka dhe karagjoz të atë. Se dilla për të dyja është përdorur. E para ishte imazhi i qeverisë dhe ministrave që nuk do të vidhnin se do të bëshin me inteligjencë artificiale dhe mori pik në PR-in në fushën ndërkombëtare, në media ndërkombëtare për kryeministrin. Disa nga mediat e ironizuan në mënyrë të frikshme. Në fundit që Shqipëria për herë të parë po përdor inteligjencën artificiale dhe ka krijuar një ministër të tillë, e atë fjalën karagjoz dhe të jap të drejtë, kështu që e mbyllëm atë. Po rezultoi të rësisht në mënyrën më karagjoze të mundshme. Këtu qëndroj. Sepse diella jo vetëm që rasti struktur, sepse nga hetimet e Akshit e Spakut lidhur me Akshin doli që i qeverisja në fakt ka rritur korrupsionin, nuk e ka ulur, por së fundi po përfundon me edhe me çështje banale dhe përplasje civile në gjykata, ku vetë dhënësja e imazhit të diellës tashmë kërkon të më shpërblim dhe thotë që mua nuk më kanë respektuar kontratën dhe aty bëhet fjalë për... Nëse kjo ka ndodhur, rola është skandaloze. Për shuma normale, jo për shuma anormale. Nëse kjo ka ndodhur, është skandaloze. Prandaj, janë vetë institucionet publike që e zhndëruan atë që e ngritën për një imazh që të shisnin Shqipërinë mirë dhe edhe qeverinë mirë në media ndërkombëtare, tashmë të bëhemi... Tani po mirë më dakord gjitha këto që thoni ju, po tani për çdo të ndodh tani se ky... Ka dy hapa ju. A e rrezikojmë, ja një sekond pyetja ime, tani a rrezikojmë të humbasim diellën? Do të paguhet Anila Bisha, apo do të kemi një diell me imazh tjetër, se mund të bëhet edhe njëri tjetër? Pyeta unë një nga këta. Ore, ja më prit ta them. Po të ta them, jemi Po ju të lini ta thuash. Nuk e di. Po ta them pra, se pyeta unë. Njerëz afër qeverisë, shumë afër. Edhe partisë të qeverisë. Dhe tash nuk si do bëhet më vllase. Kjo nuk ka kuptimin tash me gjithë. Unë e madhe tha, ku ka para tha, nuk të jep njëri para se. Aty merr ministri, më merr direkt dy ministri, kjo, Spirapali. Edhe lek nuk do. Edhe kalon ajo. Direkt. Se ne po tallemi. Jo, ne të lutem, që në momentin që presidenti i Republikës nuk bëhet, më nuk jep njëri lek. Ore, o zoti Rakipi. Kaloj direkt Spirapali. Ore, nuk është çështje parash më burr. E kupton, këtu po flasim për një gjë më të rëndësishme se sa paraja. Jo për atë. Dëgjoj, një president republike që dekreton, po të lutem tani dekretoj.
Më falë, po dëgjo, tani ne këtë... Po këtu, jo për ne, mo jo. Këtë avatarin, qarë është kjo se nuk e di as nga ana... Këtë avatarin, se s'di ta shpjegoj, domethënë se këtu është të vëshduart në kokë. Mos e shpjegoj këtë se bete brenda aty. Zoti Begaj, ka dekretuar një hard disk, mo qa është ajo? Një mroku, thënë në gjuhën e popullit të thjeshtë ta marrë vetë, ka dekretuar një program. Ne diskutojmë tani që kur dekreton një president një program, është të vësh kuje në këtë vënd. Po e i se ka problem tash dekreton tani prapo e. Është dekreton dhe dekreton tjetër. Tani si bet kjo, mund ta humbim në këtë ministri toni juaj jo. Pastaj edhe të qash pak. Shikojo varet nga ecuria e gjyqit. Ecuria e gjyqit? Gjyqi ka dy faza. Gjyqi mund të vazhdoj gjatë këtu? S'vazhdojnë sa... Gjyqi mund të vazhdoj gjatë se ka dy faza. Kjo mund shkojnë në Strasburg dhe kjo? Faza e parë është atë të falasun Ola. Atë flasun? Ndjes. Qatë kete? Gjyqi ka dy faza. Pare si është dekreti të thash. Gjyqi ka dy faza. Dy faza gjyqi, po. E para është që a ka apo s'ka pra faj qeveria në këtë histori, që duhet të gjej gjykata, që flasë që do gjykoj marrëveshjen me të, nëse është shkelur apo nuk është shkelur. E dyta është nëse ka faj qeveria, ajo kërkon një dëm, pra shkon në një fazë të dytë në gjykimi për dëmin, që ajo thot 1 milion euro, që mua më duket e fryrë, sepse fundja nuk është imazh, ose nuk është, si thua, që këto 1 milion euro i takojnë asaj, sepse e rriti ajo këtë imazh, apo e shpika jo këtë imazh, apo ku di unë, por gjithsesi ka drejtën e saj, që ta kërkoj atë dëm shpërblimin e dëmit për aq sa i takon asaj. Problemi më i madh është ç'a bëhet me imazhin e diellës. Edhe pse edhe unë si Klodi mendoj që ishte një shpikje për të bërë buj në botë, si që kemi në qef në shqiptarit të bëjmë të bujnë, që na shpërthen nga mbrava pastaj edhe në anëzim. Tani ne do ta mbyllim sepse ish ministri që hyn nga Kosova, shikoj që të flëm sot se ky halli je akoma ti. Ky halli diellës që na mbetet pa surat, kam përshtypjen se të bëj shumë. Ne do ta vazhdojmë këtë se një miku im më shkruan edhe për pjesën e tretë që duhet thrisni ekspert sot për atë pjesë sepse nuk vinë ekspertët, janë të gjithë të fshehur, ekspertë, ndërtues, tregtar, biznesmenë, janë të fshehur të gjithë vëlla. Ke drejt ti, por nuk vjen ekspert. Pse si dugemi ekspert nëse... Jo, ikën, po më shkruan. Po më shkruan zhëni që ikën në ish ministri. Kuptua. Dhe kemi kanë dënuar që kënë 180 burg, zonjë, se nuk është diella këtu. Jo, absolutisht, ajo është shumë rëndësishme të trajtuar. Faleminderit shumë, zoti Soko mbetesh, të tjerët vinë, fare shkurt publicitetin rikthehemi. Urgjent.